duke krijuar kështu një kompani të re, Albanian Digital Solutions, që do të zhvilloj sisteme pa pasur gjithmonë nevojë që shteti t'i drejtohet privatit, po përkundrazi, me ambicien që shteti të krijojë kompaninë më të suksesshme publike të zhvillimit të sistemeve dhe të mirëmbajtjes së tyre. Kompaninë më të suksesshme në treg, një kompani e cila të ketë kapacitetin të kthehet në një hapësirë për të gjithë talentet, një kompani e cila të ketë pagat më të larta në tregun e shërbimeve digjitale,